Dhe I jep disa porosi profeti Alesa Muadhit, e dërgoj si thirrës, si ftues në rrugë të Zotit, si mësues dhe edukator në Yemen. Kthehet pasi kishte ndruar jetë pejgamberi alayhis salam. Dhe I thot Umeri, o Muadh, pa më trego diçka të veçantë që të bëri përshtypje gjatë qëndrimit tënd në Yemen. Thot shumë gjëra. Mirë, po prej atyre gjërave që më bëri përshtypje është një e moshuar. Ishte duke ecur. Mbi supin e saj mbante një shpam me ujë. Një djalë I ri I papërgjeshëm. Nga këta që nuk e kanë frikë Zotin. Nga këta që nuk e kanë frikë Zotin. E merr dhe e shtyj këtë të moshuar. Derisa rrëzohet, dëmtohet, I thyet dhe shtamba e ujit, ai normalisht thën kokën dhe shikon ç'të shikonte. Një të ri të papërgjeshëm. Dhe I thot, o I mirë, ti I bën llogarit, e kupton se si do të jetë gjendja tënde kur mua të më kesh hasëm në ditën që do të dalim përpara Zotit. E di që ja kjo e mëshuar e pafuqishme, ti një ditë do ta kesh ballë për ballë me gjykatës atë që nuk korruptohet. Me gjykatës me atë që nuk korruptohet. Me Allahun, Zotin e gjithësisë. E di se çdo të thotë më kesh mua hasëm. Dhe pastaj thotë, u largua në shtëpinë e saj. U mjaftua me kaq. Dhe sa njerëz ka të cilët nuk kanë fuqi dhe nuk kanë mundësi tjetër për të marrë hakun e tyre se sa u drejtohen të pa drejtëve, zullumqarëve, atyre që janë të fuqishëm sot. O I mirë, sa do jetosh? Sa do jetosh? Nuk I bën llogari që një ditë do dalësh përpara Allahut dhe mua do më kesh hasëm. Do të kesh njerëz dhe ata që ju ke bërë padrejësinë, gjakun e tyre, në nderin e tyre, në pasurinë e tyre. Do të kesh hasëm, shto sa të duash. Bëj mirë llogarit, dhe Allahu është I drejtë. Dhe të drejtën e tij Zoti e fal, kurse të drejtën e robëve, thotë robit jo, merre.